marrëdhënie ndërtojmë me një fëmijë me autizëm kur ne si terapist përdorim shpërblimin për të arrirë atë që duam? Kjo është një pyetje që më ka ndjekur gjatë gjithë rrugëtimit tim profesional. I kam përdorur dhe unë këto teknika me qëllim që po ndihmojmë fëmijën, të përdorura me mas, me kujdes, referuar teknikave më bashkëkohore të terapisë së sjelljes, por ajo që kam kuptuar është që shpërblimi duket të jetë një mënyrë e lehtë dhe praktike për të menaxhuar një fëmijë me autizëm, qoftë nga ana e terapistëve, qoftë nga ana e prindërve. Ndaj, unë sot dua të reflektoj dhe të shtroj disa pyetje. A është pikërisht kjo ajo për cilën ka nevojë një fëmijë me autizëm? Apo ndërtojmë një lidhje me një fëmijë që është një qenie kaq e brisht, që ka kaq shumë nevojë për dashuri, që funksionon ndryshe dhe ne ndërtojmë me të këtë raport kontrolli dhe bindjeje? A është kjo një marrëdhënie e shëndetshme me të? Fëmijët me autizëm nuk kanë nevojë të ndryshohen, as të sillet siç duhet, as të sillen siç duam ne për t'u pranuar. Një fëmijë me autizëm duhet ndihmuar dhe pranuar ashtu siç ai është. Në vend të empatisë, ne kemi zgjedhur t'i ofrojmë fëmijës kontrollin dhe bindjen. Ndërkohë që ambienti terapeutik nuk mund të jetë një vend kontrolli, bindje dhe pushteti, por duhet të jetë një vend sigurie, lidhjeje me fëmijën. Ndaj, le të reflektojmë ne si terapistë dhe prindër dhe t'i rikthejmë qëllimin terapisë, lidhjen njerëzore me një fëmijë me autizëm.